A e ka kap milion që në shtëpia juaj deri tash? Apo e ka te i kalu? Kur gjo s'jona të jo. Milion që kur gjo nuk është, do më thonë është te i kalu. Jo. Asë. Qërë na jena shumë të ri, edhe atin i menujna, na shte edhe jena të ri, për në qatë shumë nuk e këshyra me shpenzu gjithë qysh. Kështu që na kena pos gjithë qef me investu në Kosovë, edhe në për intervista tjera e kena tregu gjithmonë, po apet e kena pos edhe prioritet për shembull qysh që ceke dhe urimit ato fushat e padellit, me i kriju në Kosovë se besoj që kena dosh me investu diçka edhe ma për njerëz të ndryshëm, për të rinj, për ma të më shumë edhe diçka me bos një hobby, një aktivitet outdoor, edhe që ato mas shumë të më thonë ato besoj që kemi me investu. Dëshiroj shumë suksese në këtë projekt, po du me undalë edhe njerë të shtëpia, cila është një pjesë shumë interesante dhe karakteristike që me ndoni që shtëpinë e juaj ka me dallu prej shtëpiave tjera. Ka diçka? Yes. Çka? Që është, nuk ka me konë si çdo shtëpi e jashtë kështu e normale. Edhe formën që shë ka nuk është shumë si shtëpiat që i shohëm, ose... Çka e bën të veçantë? I bën do detaje, tash nuk më edhe me full shumë, se tani po ju tregoj krejt që ka me ndodhë me shtëpi, tani mos është interesant, veç janë shumë detaje që nuk janë zakonshme, sidomos në Kosovë, për ndryshe edhe shtëpinë kena me bo me tulla,